Pas eliminimit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Loredana Brati ka reaguar për herë të parë në rrjetet sociale me një falënderim të ndjerë për publikun, stafin dhe të gjithë ata që kanë mbështetur rrugtimin e saj. Në një postim të gjatë në Instagram, Lori shpreh mirënjohjen e saj për familjen e televizionit dhe për çdo person që ka punuar pas kuintave, duke theksuar: "Faleminderit nga zemra të gjithëve, faleminderit dhe për qafimet e ngrohta, mirënjohje familjes së televizionit, të gjithëve pa përjashtim që nga drejtuesit edhe tek punonjës, të gjithë ata që kanë punuar natë ditë për ne, gjithmonë të palodhur dhe të duruar. Faleminderit atyre që besuan tek unë, atyre që më deshën me të gjitha ngjyrat e mia, ndoshta nuk isha e zona me fjalët, por thellë brenda shpirtit doja dhe dua të shpreh shumë. Dua të falenderoj gjithë publikun, ku jashtë gjeta mbështetje më të madhe, shërimin e çdo loti, plot mesazhe, komente që më mbushën zemrën plot dhe më bën të hidhja pas dhe gjykimet që kisha ndaj vetes. Ky spektakël mua më rriti, më bëri më të pjekur, më mësoi gjithçka. Do të jem mirënjohës se çdo personi, të gjithë rrethet tim që kanë pranë dhe gjithë atyre që besuan tek unë dhe pa më njohur. Rikujtes, unë shkova në dasëm, e para për të treguar Lorin zemërbardh, me etik, dhe e dyta se çdo veprim ka një arsye brenda meje, dua të më kuptoni. Do vazhdoj të jem versioni më i mirë i vetes time, duke ju shtuar sa më shumë buzëqeshje në ditët tuaja, me shumë dashuri nga Lori." Shkroi ajo në një postim mjaft të gjatë në rrjetin e saj social Instagram.